Biljana Bejkova nga organizata jo qeveritare Infoqendra tha se nëpërmjet diskutimeve me qytetarë në disa qytete të vendit kemi arritur në përfundim se besimi në Komisionin Shtetëror të Zgjedhor ka rënë plotësisht. Ono što možem da go spodelam je дека građanite se razočarani od procesot koji što teče. Ajo që mund të them është se qytetarët janë të zhgënjur nga pastrimi i listës zgjedhore dhe se mosbesimi në listën zgjedhore gjithnjë po rritet gjithashtu. Qytetarët vlerësojnë se Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka lëshuar një shans të madh që të funksionojë si një institucion profesional i pavarur, e cila do të jetë përgjegjëse për të gjithë procesin për organizimin e zgjedhjeve, gjithashtu për pastrimin e listës zgjedhore. Подготовки на спроведување на изборите, се како на прочистување на избирачкиот список. Ndërkaq për Darko Aleksovin, nga organizata jo qeveritare Most, problem kryesor me listën zgjedhore është sistemi jo funksional dhe i vjetruar. Сите оние бази на податоци кои што стигнаа во Државната изборна комисија. Të gjitha bazat e të dhënave që kanë arritur në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve në bazë të marrëveshjes që u arritën mes partive politike, duhet ditur se asnjë bazë nuk mund të gjendej kompatibile që të mund të kryqëzohen dhe të krahasohen me të dhënat. Kjo do të thotë se kemi një sistem të paunifikuar të udhëheqjes së bazave. Тоа значи дека имаме неунифициран систем на водење на бази. Për ish-ministrin e punëve të brendshme, sekretarin e lidhjes social-demokrate Oliver Spasovski, për pastrimin e listës zgjedhore duhet depolitizim dhe dekriminalizim i tërësishëm i institucioneve. Ако сакаме целосно го прочистиме Говорев, ќе треба да направиме. Nëse duam për të pastruar listën zgjedhore, do duhet të bëjmë shumë reforma në institucione. Për këtë qëllim duhet që t'i depolitizojmë dhe dekriminalizojmë. Për sa kohë në MPB ka kryeshefa me diploma të falsifikuara, nuk mund të flasim për dekriminalizimin e institucioneve dhe pastrimin e listës zgjedhore. Dekriminalizacija në institucije ili čistjen e izbiračkih spisa. Panelistët për të mos lejuar keqpërdorime të mundshme ftuan qytetarët të jenë më aktiv në këtë proces. Fajin për mospastrimin e listës zgjedhore e kanë adresuar në institucionet shtetërore.